Teksa pasuria e tij prej më shumë se 1 miliard lekësh është në sitën e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, deputeti socialist Alfred Peza në një prononcim për mediat tha se ndaj tij ka nisur një sulm dashakeqës i motivuar politikisht. Është betejë kundër modelit tim në politik. Unë kam qenë i pari kandidat për deputet i rilindjes. Model i ardhur nga shoqëria civile, i ardhur nga media, i ardhur si profesionist, i ardhur si një njeri që ka deklaruar që sekondën e parë pasuritë e tij. Skandal ka zbuluar rrjeti mbi dokumenta që unë i kam firmosur vetë. Këtë ka filluar tani media të quajë skandal. Unë pas kam humbur nocionet për gazetarinë dhe nuk e njeh më gazetarinë. Është betejë e ziliqarëve për lekët e mia. Peza tha se në politik në pasurinë e tij ka shtuar 0 lekë, ndërsa shifrën e justifikon me punën në media. Pasuria e familjes Alfred Pezës, mbas 2013-s kur Alfred Peza ka hyrë në politik, është shtuar me 0 lekë, përveç të ardhurave që mund të kenë ardhur nga interesat bankare, përtej të ardhurave nga puna direkte si deputet i Parlamentit të Shqipërisë apo bashkëshortja ime si punonjëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Pas publikimit në media se deputeti socialist kishte investuar në formën e aksioneve më shumë se 1 miliard lekë në një bank të nivelit të dytë, ILDKP po heton pasurinë e tij bashkëshortes të fëmijëve dhe personave të lidhur me të.